Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas ndarjes nga Sara Hoxha, Ledioni në gjendje të rëndë shëndetësore, shqetësohen ndjekësit. Moderatori i njohur Ledion Liço ka tërhequr vëmendjen në rrjeteve sociale pas publikimit të një fotografie bardhëzi në Instagram, e cila ka shkaktuar menjëherë një val interpretimesh dhe aludimesh për jetën e tij personale. Fotoja me një atmosferë melankolike dhe estetike minimale ka nxitur dy këndvështrime në publik. Disa ndjekës e pan atë thjesht si një zgjedhje artistike, pa ndonjë nëntekst të fshehur, duke e parë si një imazh me estetik minimale. Megjithatë, duke qenë se fotot bardhëzi shpesh mbartin një gravitet tjetër, shumë ndjekës e interpretuan postimin si një pasqyrim të një gjendjeje emocionale të ndërlikuar, duke aluduar për një trishtim apo moment të reflektimit të brendshëm. Forca e kësaj fotoje qëndron pikërisht në dy kuptimtësinë e saj. Postimi ka arritur të bëjë të gjithë të flasin, pa thënë vetë Ledioni asnjë fjalë, duke treguar se ai di të përdorë sekretin e rrjeteve sociale për të mbajtur gjallë vëmendjen e publikut, sidomos në këto ditë ku po përflitet për një ndarje të mundshme mes tij dhe Sara Hoxhës.